Bismillahirrahmanirrahim. Po ta pyesësh çdo njeri, kush është njeriu më i mirë i njerëzimit, secili do të pretendonte për veten e tij. Më i miri i njerëzimit është ai i cili është i lidhur me Allahun, edhe rregullisht është në adhurim ndaj Allahut. Allahu thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Allahun derisa të vjen momenti i funit. I dyti është ai person i cili është i dobishëm për njerëzimin. Khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Thot Muhamedi alayhis salam, njeriu më i mirë është ai i cili është i dobishëm për njerëzimin. Edhe i treti është ai person i cili të tjerët janë të sigurt nga ai. Për këtë ka thënë Muhamedi alayhis salam, el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman i vërtet është ai i cili të tjerët janë të sigurt nga dora dhe gjuha e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.